Tani më mund të konstatojmë një fakt, që siguria publike është duke gravuar. Pra aktivitetet të cilat kanë bëjë me vrasje janë në rritje sipër dhe ne do duhet që të fokusohemi në gjetjen e elementeve shtys etiologjik dhe fenomenologjik të shpërfaqjes këtyre aktiviteteve, të dijen se a janë duke kryer nga arma zjarrit, apo janë duke kryer nga mjete të ndryshme të mbrehta, thika dhe gjëra të tjera. Njëkohësisht do duhet të analizuar shkaqet që kanë shtyr personat në fjalë të kryejnë aktivitete të tjera janë të ngjashme apo kanë analogji njëra me tjetrën. Dhe më pastaj të nxjerrët një konkluzion konkret i ndërmarrjes së veprimeve institucionale, duke filluar nga zyrat këshilluese në nivelin komunal që do duhet të organizohen dhe të formohen dhe të ristrukturohen, dhe njëkohësisht duke bashkërenduar veprimet edhe me policinë e komunitet, prokurorinë, gjyqësorin, që dal nga dal të përmbledhet çështja e minimizimit dhe marrjes së masave preventive që përket aktiviteteve që kanë të bëjnë dhe ndërlidhen me çështjen e vrasjeve. Çështja e armave për të kryer një vrasje nuk do duhet që specifikisht të jetë arma e zjarrit, mund të përdoren mjete të tjera të mbrehta, mund të përdoren edhe armë të ndryshme, të cilat më pastaj pas kryerjes së veprës penale konsiderohen si armë e cila ka shkaktuar lëndimet apo vrasjen apo shkaku i vdekjes, dhe në këtë aspekt armë të zjarrit padyshim që janë potenciali më i lartë i aktiviteteve kriminale të cilat nxisin pas sigurinë publike, njëkohësisht dhe armë të ftofta, ato janë permanente, jo vetëm në shoqërinë, po edhe në nivelet shembull të pjesa e rinisë kosovare, ku këto armë të ftofta kryesisht tani më janë duke u përdorur si mjet për shërim të sapave, ndaj të cilat do duhet që edhe mekanizmi edukativ, këshillëdhënës, pra shkollat dhe drejtoritë komunale të arsimit në nivel vendit të hartojnë një procedurë standarde operative të si çastin këtij problemi duke minimizuar që nxënësit, rinia të bart armë të ftofta gjatë procesit edukativ arsimor. Ne në mekanizmin kryesisht deklarativ ne referohemi policisë, prokurorisë si organ djegës, gjyqësorit i cili merret me verdiktin final, por ne më së paku japim johun elementet të shërbimit sprovues të Republikës Kosovës. Pra shërbimi sprovues, i cili është një mekanizëm kodit të Ministrisë së Drejtësisë, e cila kryesisht merret me riedukimin, resocializimin e kryesve të veprave penale nga të gjitha kategoritë të veprave penale, dhe në këtë aspekt mekanizmi i Ministrisë së Drejtësisë do duhet fokusohet në shërbimin sprovues, që të arrihet aktiviteti i masës edukative ndaj kryesve dhe të përcjellën në vazhdimsi që ai të risocializohet dhe të reintegrohet në shoqërinë kosovare.